Për episodet e plota të Milori Podcast, subscribe në kanalin tim në YouTube Mirela Milori. Të flasësh për dritën, të flasësh për intuitën, të flasësh për plagë që të shkaktohen nga dashuri toksike. Ky është guxim, në fakt, edhe do maturi. Megjithatë, ajo është një vajzë që guxon t'i thotë të vërtetat e saj siç i mendon. Duke marrë edhe kosto, duke paguar edhe faturat dhe çmimin që të jep fama, të jep edhe e folura drejt për drejt. Fillojmë. Gjitha Sufi, shumë kënaqësi që të kam në podcast. Kënaqësia është e imja, të ta them këtu tani, se un kam shumë respekt dhe shumë vlerësim për ty, si gazetare, si njeri, po edhe unë të ndjek ty. Jo vetëm ti mua. Shumë faleminderit dhe vlerësoj këtë. Do flasim për romanin e Fsheta e syve tu, unë e lexova romanin tënd dhe ka disa linja shumë interesante. Përveç asaj që unë lexova se kritika që e ka trajtuar romanin, e ka trajtuar më shumë në linjën e dashurisë etj, këtu ka linja të thella. Pse ky roman? Pse këto linja të shtruara, të shtruara, ndoshta jo shumë të thelluara, por të shtruara me vërtetësi edhe të sakta aq sa janë. Pse? Po, ky roman në fakt na përfaqëson absolutisht të dyve më së miri, edhe mua dhe Klajdi Thaçin. Po, dhe Klajdi Thaçin, ne jemi të dy aty, edhe unë gjithmonë gjej moment ta falenderoj Klajdin se kuptojmë më së miri, edhe jemi shumë të ngjashëm në atë çka shkruajmë dhe mendojmë, edhe bisedat që i bëjmë njëri tjetrin. Po, edhe ai e ka kuptuar, po dhe unë brenda atij libri kam shumë detaje dhe shumë elemente që realisht janë të vërteta dhe më përfaqësojnë mua më së miri. Sigurisht njerëzit kur lexojnë një roman e gjejnë veten ose e kuptojnë në forma dhe në dimensione të ndryshme, po përveç temës së dashurisë, që është ajo që ndoshta më së shumti i tërheq njerëzit, edhe i kuriozon, edhe duan që t'i lexojnë, aty brenda ka elemente të tjerë si divorci. Unë vi nga një familje divorcuar, e din të gjithë. Është një personazh si Sibel, e cila përfaqëson psikologjinë intuitive, po në fakt në vetvete na përfaqëson ne të dyve dhe mua dhe Klajdit, po më përfaqëson mua si zërin tim të brendshëm. Unë ato biseda që janë aty në libër me Sibelin, janë biseda që i kam bërë unë me veten dhe me zërin tim të brendshëm. Shpesh herë. Ka qenë edhe ngushëllimi im, edhe shpresa ime, domethënë zëri im i brendshëm që kam patur një shok ose një shoqe gjatë gjithë rrugtimit tim. Po themi ndoshta këto 2 vitet e fundit. Flitet për familje shqiptare patriarkale, unë mendoj që të gjithë e di më së miri se çfarë do thotë, edhe dinamikat që ka familja e tillë. Kështu që ky roman vjen sigurisht si spunto e asaj çka unë kalova, pra historisë time të dashurisë, po që nuk është një histori dashurie kështu si përfaqësore, ka aq shumë në shtresa etj. Unë duhet të ndalem pak se shikoj kapituj dhe të gjithë i ke me sy. Sytë e ti reflektojnë dritën time, sy plot shpresë, sy të trishtuar, sy dyshues, sy në kërkim të dritës, sytë. Pse sytë? Si elementi kryesor. Është gjetja jote apo e Klajdit? Është shumë e çuditshme se si dhe këtu kemi qenë të dy në të njëjtën frekuencë, them unë dhe mendim. Unë syrin e kam një nga simbolet e mia të preferuara. Unë kam dhe tatuazh. Ti që ke lexuar librin e di që Elora ka një tatuazh në sy. Po. E dyta, ne e dim gjithë që syri është pasqyra e shpirtit. E treta, para shumë vitesh, ndoshta para 11 vitesh, një nga filmat që mua më ka mbetur më shumë në mendje, dhe nuk e dija që unë do gjendesha në të njëjtën gjë vite më pas, është The Eye Origin, origjina e syrit. Dhe ky film flet për Twin Flamesat, flet për shpirtrat binjak dhe flet edhe për imishërimin. Sepse Twin Flames thuhet që janë shpirtra që janë takuar në jetë të tjera dhe kanë një cikël dhe një kontratë për të përmbushur ose për të thyer një cikël caktuar. Dhe mendoj që duhet një guxim shumë i madh që ne ta shohim njëri tjetrin në sy. Dhe sytë që kam parë unë dhe janë në çdo kapitull, e para unë kam shumë qejf të shoh njerëz në sy, shoqe, miq, njerëz në punë të tjerë, po sytë e personit, të Elionit në libër, kanë qenë sytë që më kanë kuriozuar shumë se më janë dukur sy shumë të njohur. Ti thua kur pe sytë e ti, ata ishin sytë të mbërthyer në lot. Dhe më vonë gjatë librit thua, nuk e kuptoja pse kishte një lagështirë të cilën ai e transmetonte në sy. Të syt, po. Në fakt, kështu ka qenë takimi i parë në jetën tënde me njeriu që ti natyrisht nuk e ke 100% këtu, por që të ka dhënë impaktin.
vërtet syt të kanë tërhequr këto syt në lot, të mbërthyer në lot që thua? Po, e vërtet, më kanë tërhequr dhe më kanë stepur ndonjëherë, po edhe më kanë kuriozuar për të kuptuar më shumë. Realisht më janë dukur sy shumë të brisht, të lënduar shumë. Sy që asnjëherë ndoshta nuk e kanë gjetur forcën ose guximin të shohin thellë brenda vetes, për të kuptuar shumë më shumë nga vetja e tyre dhe nga jeta e tyre, në çdo gjë që ka ndodhur. Dhe sy që ishin shumë mistik. Pra kishte momente që më dukeshin sy shumë të pastër dhe shumë të brisht, po kishte edhe momente të tjera që më dukeshin sy që kishin tërhequr ndoshta edhe toksicitet dhe negativitet nga shumë gjëra rrotullti. Po mbi të gjitha sy që donin të qanin, po nuk i kam parë të qajnë. Po ndoshta ishte aftësia ime për të parë për te edhe e shikoja që ishin ashtu të lagur. Enxhi mendon ishte aftësia jote apo dashuria jote e skajshme që bënte të dukej i tillë ky njeri, ndoshta? Mendoj mund të jenë të dyja, absolutisht. Absolutisht kur ti e dashuron dikë, i sheh më të mirën. Është edhe një thënie shumë e bukur e Rumit që thotë drita që ti shet tek të tjerët është ajo që ti pasqyron. Mund të jetë edhe kjo. Po prap unë i besoj intuitës time, edhe e di shumë mirë që kam parë diçka që është reale dhe është e vërtetë. Mendoj që kam parë një shkëndi shumë të vërtet fëminore dhe dashurie dhe pastërtie. Pra, një moment që edhe për të ndoshta mund të ketë qenë momenti më i mirë për t'u kapur, edhe për të nxjerrë më të mirën e vetes, po jeta i ka të gjitha. Se ka bërë dot. Mirë, jeta i ka të gjitha, është bukur që unë dua të di kur keni shkruar librin dhe dikush shkon në fund të librit me besimin se ky do të ishte hapi i parë i madh në rrugën e gjatë drejt zgjimit dhe dritës, dhe dikush e mbyll librin. Ti çfarë do doje ti thoshe këtij lexuesi që e lexoi dhe mbylli faqen e fundit? Çfarë do doje ti të jepte te ky lexues? Unë do doja shumë që përtej të gjitha tematikave që dhe ne po prekim këtu të dyja së bashku dhe gjërave që trajtojnë në libër, do doja që mesazhi më i fortë dhe më i vërtet të jetë ky. Të mos heqin dorë nga vetja. Unë mendoj që përtej çdo gjë dhe çdo sfidë që ne kalojmë në jetë, se secili prej nesh ka kontratën e vet, them unë, edhe ka sfidat edhe ato malet e larta që të duhet t'i kaloj, po nuk humbasim gjë. Nëse heqim dorë është shumë e thjeshtë. Ne heqim dorë tani, lëm çdo gjë që bëjmë edhe e fikim jetën, ja ulim automatin. Por nëse përpiqemi dhe nuk heqim dorë, na është dhënë kjo jetë, edhe mendoj që mund t'i marrim më të mirën e mundshme, edhe shpirti ynë mund të fitojë mençuri pafund nëse ne zgjedhim ta bëjmë këtë gjë. Dhe nëse ka disa gjëra që unë mendoj që lexuesi do duhet t'i kuptojë dhe t'i ndjej fort, përveç pikpyetjeve që ky libër unë do doja shumë që t'u ngrente brenda vetes së tyre, është se e vërteta, drita dhe dashuria, unë mendoj që janë gjërat më të bukura të jetës. Domethënë ti shkojmë të vërtetës tonë deri në fund, dashurisë për veten, po edhe për të tjerët, dhe të kërkojmë gjithmonë dritën edhe në momente që janë shumë të errta. Ti je penduar për një raport që të ka lënduar, për këtë raport që të lëndoi, je penduar që hyre që pse bëra? Nuk je penduar. E dim se unë mendoj fort që çdo gjë ndodh për një arsye. Dhe absolutisht me atë çka unë kam mësuar nga vetja ime dhe po mësoj ende. Dhe po kuptoj është se njeriu merr mësime të caktuara. Dhe njerëzit vinë, ikin, gjëra të ndryshme na ndodhin, po nuk ndodhin kot. Domethënë, mjafton thjesht të ndalojmë edhe të shohim disa gjëra më me pak vëmendje dhe vetdije, them unë, dhe mendoj që diçka do e kuptojmë, do ta mësojmë. Nëse unë do pendohesha, qoftë edhe për këtë raport dhe këtë histori që ka ndodhur, çfarë kuptimi ka? E kuptoj. Po njerëzit duan dhe pa kushte. Unë dëgjoj dashuri të ndryshme dhe mirë, e ka atë fuqi dashuria, që harron dhe veten. Harron veten, i jepesh dashuri pa kushte, robërohesh me vetdije, drobitesh, të merret energjia, nuk mendon më për veten, rritet celulari, më shkroj. Duhet të thënë, ka njerëz që kalojnë këto, burra dhe gra, po në fakt dashuria duhet i ketë këto? Jo. Unë mendoj që jo. Por do të ndodhin dhe mendoj që do duhet të ndodhin dhe në këtë formë ndoshta, për të na reflektuar neve çfarë ka diçka që nuk shkon tek ne. Ka shumë gjëra që duken shumë klishe, shumë filozofike ose shumë teorike kur i themi,
po kur i provojmë në jetën tonë, në eksperiencat tona dhe në kurrizin tonë, mendoj që ua japim kuptimin ashtu siç duhet. Se shiko, e gjithë bota është brenda nesh. Dhe unë e besoj shumë fort kësaj gjë. Dhe çdo gjë që ne shohim rrotull, njerëz, marrëdhënie, objekte, histori e të tjerë, unë mendoj që janë brendia jonë. Kështu që për sa kohë ne do e shohim veten që do kaplohemi ose do ngecim në të tilla cikle, apo dhe të tjera, të ngjashme ose shumë toksike dhe jo pozitive për jetën tonë dhe mirëqenien tonë, do thotë që do duhet ta shohim këtë gjë me shumë vëmendje. Pra ka diçka tek ne që nuk është shëruar dhe nuk është parë.